Në një ditë të veçantë për komunitetin në qytetin e Divjakës u përërua zyrtarisht qendra komunitare e re, një investim i rëndësishëm social që do të shërbejë qytetarëve të gjitha moshave, me fokus të veçantë për fëmijët me aftësi të kufizuara, të moshuarit dhe grupet në nevojë. Kjo qendër moderne, ngritur në kuadër të fazës së dytë të programit të përbashkët të Kombeve të Bashkuara, askush të mos mbetet pas, projekt që i financohet nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe do të zbatohet nga UNDP, UNFPA dhe UNICEF dhe UN Women, në bashkëpunim të ngushtë me Qeverinë Shqiptare dhe Bashkinë Divjak. Në ceremoninë zyrtare morën pjesë kryetari i Bashkisë Josif Gorea, ambasadorja e Zvicrës në Shqipëri zonja Ruth Huber, zëvendësministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale zonja Ina Majko, si dhe përfaqësuesja e UNDP në Shqipëri zonja Randi Davis. Pas zbulimit të pllakës përkujtimore, të ftuarit vizituan ambientet moderne të qendrës dhe morën pjesë në një takim prezantues, ku u shfaq një video informuese për Divjakën dhe u mbajtën fjalë përshëndetëse nga drejtuesit dhe partnerët e projektit. Kryebashkiaku Josif Gorea falenderoi të gjithë përfaqësuesit e institucioneve vendase dhe ndërkombëtare për bashkëpunimin dhe kontributin në këtë projekt, duke theksuar rëndësinë e investimeve të tilla për mirëqenien e komunitetit. Për mua sot që të jem pjesë e hapjes së kësaj qendre komunitare, e cila vërtet është në kohën e dur, momentin e dur, edhe në Bashkinë Divjak. Për fatin e keq, problematikat që kjo qendër komunitare do të trajtojë, ne kemi një numër caktuar fëmijësh, të cilët vërtet kanë nevojë, dhe këtë trajtim ata e merrin shumë larg, në Lushnjë, në Fier, në Tiranë. Dhe për fatin e mirë këtë tashmë do t'ja ofrojmë këtu. Falenderoj nga zemra donatorët, që është Qeveria Zvicerane. Falenderoj nga zemra gjithashtu UNDP-n, por gjithashtu edhe Qeverinë Shqiptare, Ministrinë e Shëndetësisë, e cila na bëri pjesë e programit dhe na ka mbështetur financiarisht në lidhje me punonjësit dhe problematikën që neve kemi në këtë institucion të vockët. Zëvendësministra Ina Majko vlerësoi këtë projekt si një hap konkret drejt forcimit të shërbimeve sociale, ndërsa ambasadorja Ruth Huber e cilësoi këtë ditë si të veçantë për Divjakën dhe komunitetin, duke premtuar bashkëpunime të tjera në të ardhmen. Si fillim, kënaqësi që jemi së bashku sot në këtë aktivitet për të inauguruar qendrën komunitare të Bashkisë Divjak dhe njëkohësisht për të nderuar 30-orin që është dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar. Personat me aftësi të kufizuar në Shqipëri përbëjnë 140.000 individ dhe përfshirja e tyre e plot në jetën shoqërore dhe garantimi i të drejtave të tyre janë prioritet i padiskutueshëm i qeverisë. Për mua, në fakt, është herë e parë që unë inauguroj një qendër dhe që kremtoj 30-orin në cilësinë e zëvendësministres. Ndaj ndjej edhe më fort përgjegjësinë për t'ju siguruar, edhe në emër të ministres Sala, se Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale mbetet plotësisht angazhuar për të mbrojtur dhe realizuar të drejtat e të gjithë grupeve vulnerabël, përfshirë personat me aftësi të kufizuara. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka rol udhëheqës dhe koordinues për të gjitha institucionet në fushën e mbrojtjes sociale dhe përfshirjes sociale. Reformat që janë ndërmarrë synojnë të forcojnë sistemin e shërbimeve shoqërore në të gjithë territorin në mënyrë që individët dhe familjet në nevojë të marrin shërbime cilësore të personalizuara pranë komunitetit të tyre. Dhe në fakt unë e shoh shumë bukur këtë të materializuar në këtë qendër ku kemi shërbime të cilat i vijnë në ndihmë komuniteteve në nevojë në Bashkinë e Divjakës. Shumë është bërë, por shumë mbetet ende për të bërë. Bashkitë kanë rol të pazëvendësueshëm në mbrojtjen sociale, pavarësisht kësaj përgjegjësie të rritur, qeveria qendrore do të vazhdojë të mbështesë bashkitë me politika të qarta, buxhete, standarde dhe ngritje kapacitetesh, derisa ato të jenë plotësisht të fuqizuara
për të realizuar funksionet e tyre. Dear Mayor Gorea, dear Deputy Minister of Health and Social Welfare, Ina Maiko, dear Randy Davis, Head of UNDP, and dear partners here of Divyaka. I would like to thank the municipality, the ministry, and our UN partners for the close cooperation that brings to completion this important contribution to local social protection. Bashkisë, e nderuar zonja Zëvendës Ministre, Michael, e nderuar zonja Davis, e nderuar pjesëmarrës, jam shumë e lumtur që jam pjesë këtu sot në përfundimin dhe në inaugurimin e kësaj qendre, përfundimi i së cilës është një arritje shumë e rëndësishme për sa i përket implementimit apo zbatimit të drejtave sociale. We are not simply inaugurating a new building. We are opening the doors to opportunity, to dignity and participation for many children, elderly persons as well, and individuals facing social or economic hardship. Sot, ne nuk po inaugurojmë thjesht një kontinent të re, po i hapim dyert ndaj mundësive, dinjitetit dhe pjesëmarrjes të shumë fëmijë, të moshuar dhe individ të cilët përballen me vështirësi sociale dhe ekonomike. This community center here, or this multifunctional center, is a concrete expression of what we mean when we say no one should be left behind. Switzerland is proud to have supported its establishment through the Leaving No One Behind program, implemented with our trusted partner UNDP and in close collaboration with the municipality. Kjo qendër komunitare ose kjo qendër multifunksionale është një shembull konkret i asaj se çfarë nuk kuptojmë ne kur themi që askush nuk duhet mbetet pas. Zvicra është krenari që ka mbështetur ngritjen e kësaj qendre nëpërmjet programit Askush mos mbetet pas, i cili zbatohet nga partneri ynë i besuar UNDP në bashkëpunim të ngushtë me bashkimin. Zonja Randy Davis, përfaqësuese e UNDP, theksoi rëndësinë e kësaj qendre për përfshirjen sociale dhe ndikimin që do të ketë në jetën e komunitetit lokal, një investim me vlera të mëdha që sjell shpresë dhe mbështetje për qytetarët më në nevojë. Aktiviteti u përsyrua nga afër edhe nga kamera e televizionit Apollon. We're all here together and we're grateful for the fantastic support we have with your ministry. It's really been heartening for me as a development professional to be here in Albania at this moment in time. I see so much really sincere and hardworking intention going towards building an inclusive society that benefits all people. And this is just one of those indications of it. Ndërsa së pari dëshiroj të them që është shumë e vështirë të flasësh pas zonjës ambasadore, duke qenë se ajo i përmendi pothuajse të gjitha ato që duhesh të thënë, megjithatë dëshiroj të them disa fjalë duke njohur edhe një herë punën që ka bërë Bashkia e Divjakës dhe gjithashtu të besoj rëndësinë që ka kjo qendër për sa i përket të përfshirjes së komuniteteve më të cënueshme, duke përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara, por gjithashtu edhe për të bërë të mundur zbatimin e shërbimeve sociale të cilët janë të nevojshme për këta persona. Sigurisht dëshiroj të përmend edhe faktin që është një kënaqësi të takohem për herë të parë me zonjën Zëvendës Ministre. Ajo e përmendi edhe pak më parë që kjo është java e cila përfshin ditën e personave me aftësi të kufizuara, që është një tjetër element që përkon me inaugurimin e qendrës. Duke qenë një profesionist e zhvillimi nga ana ime, dëshiroj të them që Shqipëria ka marrë hapa mjaft të rëndësishëm drejt zhvillimit të shërbimeve sociale dhe të kujdesit social.